Pacha me ju vëllezër dhe motra. Sot ishte e marta, e bardhe, edhe kisha na jep një fjalë në lidhje me Pashkët që kena mundësi me marrë në një kuptim martesor, në një kuptim bashkëshortor. Krishti është dhëndri i kishës. Edhe ngjarje pashkore është një martesë e madhe, një dasëm mrekullueshme. Edhe Krishti ka pa për ne ndonjë marrëveshje. Si puna e martesës shqiptare, dhëndri kishte me dhënë diçka për nusën e vet. Edhe Krishti ka dhënë gjakun e vet për të na pasur për veten. Edhe martesa e kena lidh fejesën, por dhe martesën në ditën e pagëzimit. Përballë kerigmes së Shën Pjetrit, ne dëgjojmë që ne nuk kena kem besnik ndaj Zotit, që mëkatet tona në fundit çojnë Krishtin me pa këtë vepër mrekullueshme të Pashkëve të Tija, me dorëzu jetën e vet për ne. Edhe hyjat e kanë gjallur atë. Tërë pyetja është ç'a me pa? Përballë kësaj ngjarje jetë e Pashkëve, ç'a me pa? Ç'a duhet të bëj unë? Edhe Pietri thot: kthehu dhe pagzohu, që të marrë shpirtin e shenjtë faljen e mëkateve. Të dy gjanat. Që të kthehemi edhe të pagzohemi. Do me thënë që të marrim këtë dhurat që Krishti ka dëshirë me pa, që të pranojmë këtë martesë që ka dëshirë me lidh me ne, këtë kurore në shenjtë. Edhe ata që nuk janë të pagzuar, që të marrin pagzimin, duke kthyer gjithmonë tek Zoti. Edhe ne që jena pagzuar, mirë, që të kthehemi gjithmonë më shumë tek kjo dashuri. Edhe që të jetojmë gjithmonë më shumë pagzimin tonë, që është mbështetja në dashurinë e Atit, e Birit edhe Shpirtit Shenjtë, mu mbështet krejtësisht në këtë dashuri, gjithmonë më shumë. Edhe sot në Ungjil kemi edhe një figurë tjetër që është Maria Magdalene, që në Ungjil është quajtur grua. Kë kërkon? Maria Magdalene shkon tek varri për të kërkuar trupin e të dashurit të vet. Maria Magdalene që ka eksperimentuar dashurinë e Krishtit. Edhe ajo ka këtë dëshirë edhe këtë dashuri martesore ndaj Krishtit, që është dhëndri të gjithëve. Edhe ç'a ndodh me Maria Magdalene kur e gjen Jezusin, kur e njeh, ajo ka dëshirë me kap Jezusin e me mbajt për veten, me konsumu martesën. Do me thënë që të jenë një gjë e vetme, një gjë e pamndashme. Edhe Jezusin i thot, mos me prek, mos me kap ashtu, se akoma nuk jam gjitur tek ati im edhe ati juaj. Hyj im edhe hyj juaj. Do me thënë që Jezus ishtu folet e këtu në një gjuhë edhe martesore. Krishti na ka thënë përpara në Ungjillin e Gjonit, unë do të shkoj te shtëpia e Atit tim, edhe atje do t'u bëj gati banesë, edhe kur të jetë gati do të vi dhe t'u marr tek unë me mu. Do me thënë Krishti ka lidhur me ne martesën, fejesën, edhe tashmë është koha që ai është duke përgatitur një vend në shtëpinë e Atit e vet. Edhe kur të jetë gati, jeta janë për me konsumu krejtësisht këtë martesë, atëherë ai do të vi e do të na marrë me veten. Por ndërkohë kemi një misioni që ka marrë edhe Maria Magdalene, me shpall vlezërve dhe motrave, që Krishti ngjitet tek ati ynë edhe hyjnë. Me thënë që dhëndri janë
me kënë se u martua me ne, gjanat e tia janë gjanat tona. Do me thënë që tashme, po, jena fëmijët e Zotit, jena trashëgimtar të mirave të Zotit. Do me thënë, me të vërtet, ati Jezusit është ati janë. Atër kena me shpal mrekullin e Jezusit, pashket e tia, që njerëzit e qirohen me dashurin e ti, që të marrin dhuratën e Shpirtit Shenjtë, të gjithë ne, priftat, murgeshat, laiket, ata që janë të martuar, ata që janë beqarë, të gjithë të krishterët kemi një mision. Kuptimi jetëson në këtë botë, derisa po presim mu bashku një herë për gjithmonë me Jezusin, është me shpall lajmin e mirë, ungjilli. Tër kurajo, Zoti na don pa mas, edhe dasht Zoti që në ne të rritet dëshiren për mu bashku, si Maria Magdalen, mu bashku një herë për gjithmonë në mënyrë të plot me Jezusin. Edhe kjo që do të ndodhë ditën e vdekjes sonë. Edhe nëse ne jemi duke pritur këtë gjë duke të shiruar, atëherë dita e vdekjes sonë do të jetë dita më e bukur, dita më e mrekullueshme në jetën tonë, sepse do të jetë aman dita në të cilin Vandri do të vi për të na marrë me veten, që të festojmë plotësisht këtë dasëm që në Eukaristin e Shenjtë, në Meshën e Shenjtë, kemi një paradharje. Qërëvdu Krishti.